Ja, s'ka, le të kryjmë punë, vallë. Ja, e kom dosta po hin me. Votues të VV-s kanë drejt mu më drejtu mu. Ja, s'jam votues i VV-s. Je deklaru publikisht, faleminderit shumë. Hiç mos u deklarat, da. Lutem hin mëna. Vazhdo ti protesto. Hin, se këti kom nal. Po protesto, çdo që kjo protestem, jo, s'pe kryni. Faleminderit shumë. Shumë djalë mirë. Jemi dosta hin mëna. A jemi mirë atë hin Avokat mëna. jeti i ligjet. Po normal, ani të dhonë shkeli ka një herë. Po, mos ase, pse po i leni, asni deputet mos e leni mu deklaru. Se nuk e vetëmi, toni kom ase, hen mbrana daut. E kësha propozuar Janitin, si votuesi Albinit edhe për krahas publik, edhe i kësha thonë që shumicën e ka edhe sa më shpejt. Një do zgjidhje. Të shohim. Unë po pres që kanë me reflektu, me gjitha ata, Kryeministri ka thonë që i kemi votat për qeveri, jo për kuvend, nuk e kuptoj çfarë pozicioni po mon. Por, ne jemi të gatshëm me dhonë votën për 3 emra konkret. Po për qeverinë unifikuese të propozuar nga LDK-ja me që kanë paralajmëruar hapur konkret këtë ditë. Ne jemi hapun të gatshëm me bashkëpunu, me do zgjidhje, kemi thonë që jemi të gatshëm për qeverinë e opozitës, nuk e kemi në jemen ose në preferencë, kemi thonë që s'kemi kushte, jemi të gatshëm e vazhdu. Faleminderit shumë.